Dielli Vranoci, i lindur në Pej, i rritur atje, është një bokser profesionist me një karrierë mbreslënse. Në boksin profesionist ka zhvillu 16 ndeshje, 30 qamë në ftyri paska, duke dëshmu nivel të lartë për kushtim dhe karakter sportiv. Karrierën profesionale e ka ndërtu në Vjenë të Austrisë, ku ka jetu për 5 vite dhe shpall 2 herë kampioni Austrisë në 2 kategori të ndryshme të peshës welter dhe super welter. Këto suksese vendosin atë ndër sportistat më të vlerësuar shqiptar në skenën ndërkombëtare të boksit. Pas kthimit në Kosovë, Dielli është rikthyer në vendlindje ku vazhdon të jap kontribut të çmuar për sportin. Ai ka hapur sallën e tij të boksit për të ndihmuar gjeneratat e reja të zhvillohen në këtë sport. Dielli ka qenë edhe përfaqësues i Kosovës në boksin amator, duke marrë pjesë në lojrat mesdhetare dhe shumë turne të tjera ndërkombëtare. Është gjithashtu kampion i shumë fisht i Kosovës në boksin amator, duke lënë gjurmë të thella në sportin e vendit. Mirëpresim një kampion të vërtet, një punëtor të palodhur dhe një shembull frymëzimi për gjeneratat e reja. Dielli! Ciao, bo Dielli, kështu fytyra jote? I pa fat pak me këto qami. Po, i pa fat e kampion, mire ke. Po. Kush shqetësohet mas shumë ti kur të shë në këtë gjendje, ose sidomos në momentin kur je në, çush i thojnë, në? Ring. Në ring, po. Normal, familja, vllaznit, motra, hala jeme, e fejumi jeme, edhe menaxheri jam, shoku jam, edhe atina i jep stras gjath kur boksoj. Se nuk shkon ka njerë që shmendojmë na, dhe normal. Çfarë, a ti vendos ato sendet në goja, po për mi rujt novë? Guma mbrojtse. Tregomi këto shprehje të boksit se ide nuk kam. Guma mbrojtse thirët e. Guma mbrojtse. Qa bën për para se me fillu ringu, çfarë discipline duhesh me pas, ose përgatitja, ose ditë për para, një bokser? Po mendojmë përgatitje për ndeshja. Po. Normal, do të më përgatit 12 javë për një ndeshje 10 round që kur boksoj për titull, diçka, shkon me faza. Okej. Jon javë të ndame treningit, 4 javë të para, forcë, kondicion, të na qëndrueshmëri, të na 4 javë të mbroma vinë sparingjet. Pritash, forcë, kondicion, në praktik, vrap, ushtrime? Po, dhe ushtrimet forcës për trup, me pesha e këtu. Okej. Edhe fundi? Fundi, sparingje, shpejtësi. Sparing është me bo boks, po me si në ring, me boksu, po me sparing partnera. Okej. Interesant. Ma përpara dhe në ring se ma në përgjithëlista. A unë e kur njetë? Unë e s'munde mas me pa, o Diell. Ma mirë, morat. Ti morë një çmim. Arsyeja pse të kemi ftu, je kampion, ke përfaqësu Kosovën, Austri. Po. Më trego pak për eksperiencën. Çmimi i fundit ka qenë tash një muj ku kom Urime. Ku kom boksu për titullin e Austrisë në kategorinë welter, peshën welter. Ku kom boksu kundër një turkit, ai ka qenë i pa më poshtur. Pas ka re turke. Po. Po, Ja ku mirë. morën vjen e parë. Më falë, doqe, më falë. E kemi turk, Denizin. Jo, Vje s'po lajm. keq. Arreve mirë, bile, ta shone si një gru shqiptare. Po, kom boksu ndeshja ka shku 10 raunde, edhe 10 në raunde. fund jam shpall fitus me pik, po. Urime, Dielli. Po. Qush fillon një bokser? Qush fillon me dasht boksin? Une si fillim kom fillu aty në Kapeshnic, ku banoj. Ti Kapeshnicës je? Po mirë atër. Po. Ku banoj. Ajo problema Kapeshnica, apo më duket? So valet. Pak. Vale? Ka qenë një klub i boksit, edhe kom pas një kuishi të emin, ajo ushtrojke, edhe një ditë unë jem ko një vogël. 14 vjetë, ku e kom nis, ju kapa më pas i shkova edhe shkova në trening me ta, edhe atëra kom pas babin gjallë prindin e vetë a bën me shku. Më tha, po shko ushtro veç për veti, të kom ushtru një kohë veç për veti, të na kur më kanë ndrujet babi, kom bo pauz një vjetë, edhe kur më kthy me boksu, se më ka pëlqy.
Normal nuk i kom shku fjalës babit mbas, po unë e kom di vetëm për me boksu. A pse s'ka dash babi Yes, me? ndesh. Okej, po tash besoj e ke bo shumë krenar me këtë Po çmime. inshallah. Faleminderit. Me siguri ti e ke bo krenar krejt Kosovën? Faleminderit. Sigurisht që edhe babin. Çfarë sfida ka një bokser në Kosovë? Sa vlerësohet një bokser? Sa është ky sport i vlerësuar edhe në botë, dielli? Në Kosovë, unë e kom zhvillu veç boksin amator që është e ceke. Kom një përvoj diku 75 meqe i kom boksin amator. Aty e kom përfaqësu Kosovën në turne ndërkombëtare. Normal, Kosova me këto mundësi që i ka, asnjë shtet, të krejt shtetet e rajonit, këto mundësi të njëjta i kanë. Me shku me boksu në turnire. Nuk është shembull kampionate. shtetet e rajonit. Ti kur shkon me përfaqësu Kosovën, shkon me të hyrat tuja, financiarisht shkon me mbështetje të ndonjë ministria apo vet? Tash si profi? Po tash po them. Tash si profi vet, normal menaxher jam shpëtimi, ai i mbulon. Kështu për kraje për shtetit apo se për komunës dhe tash s'kem pas, tash shpresojmë të ardhmen. Në të ardhmen. Mirë, ti a më tregon cili ka qenë ringu ose meqi ma i vështiri që e ki pas në këto vjet? Unë 16 ndeshje i kam, 13 fitore, 1 humbje, e 2 16 barazime. ndeshje, 13 fitore. Po, 1 humbje, 2 barazime. Ue. Kjo ka qenë ma e vështira ndeshja. Kjo e fundit. Jo, para një viti, ku kom hup, edhe aty e kom marrë një dëmtim në arkad, këtu. Jëm qovën fillim të rundit tretën, a mu ka do është me vazhdu që ashtu dhe O, që zot. shpibjen 6 ronde. Ajo ka qenë ndeshja ma e vështira për mu. Shumë kisha dash të dashurën tënde me pyet çu ka qenë atë moment. Mos e pët, që të jashtë i ki mundesh me vetën. O, zot, me dal zemra. Mirë, duhet patjetër me vazhdu meqi, apo ringu, deri në fund. Normal, për mu duhet. Dikush tjetër ndoshta e kish ndërprej, po unë nuk jam Ti e as me vazhdove. ndërprej, as më dërzu, po. Ajo është e para dhe e fundit humbje që e ke deri sot. Shpresojmë që po. Okej, nice. Tash dalim te ke hapni klub boksi në Pej. Për E kom- çfarë mosha? Për krejt grup moshat është i hapën, e kom hap tash bëhet një muaj edhe një javë ndoshta. Shpresojmë me nxirr talenta të ri edhe për përfaqësu Pejën, Kosovën, në të ardhmen. inshallah. Mirë, ekipa, keni marrë fotografi të a mund t'i shohim të lutem? Ku është, jo, more, edhe të trofes, të momentit kur është bo kampion. Ta shohim njëre. Okej. Trofet e diellit. Sa mirë dukesh. Në fitore duket se cili mirë. Po. Të gjithë kur Vërtet. fitojnë duke mirë. Dielli, një numër telefoni për ata fëmijë, ata prind që dojnë me i sjell fëmijët ose ata që dojnë me u bashku këtij klubi. Numrin tem. A je në Instagram, a mund gjej në Instagram? Okej, Dielli Vranoci. Instagrami jam Dielli Vranoci, Apo i Instagrami i klubit Dielli Boxing Gym. Dielli Boxing Gym. Boxing Gym. Po. Okej. Ja, Këtu unë të në gjejnë, anglisht. këtu të shkruajnë. Okej. Normal klubi boksi Dielli duhet, po. Dielli Boxing Gym. Ja, këtu mund ta gjeni edhe ju Diellin edhe mi u bashku klubit ti. Faleminderit shumë. Ke shumë kënaqësi që të pata në studio, Dielli. Gjithashtu. Të shkoft të mbar, suksese pa fund, i bëfsh krenar prind të tu. Faleminderit, shpresojmë që i bëj krenar, faleminderit edhe juve për ftesën. Edhe ty faleminderit që i ndihmon shumë njerëz, edhe se halla jam në gjën krejt kohën, edhe më ka thonë thuje ditës faleminderit. O, për qafë shumë hallën. Okej. Shumë faleminderit Dielli. Të fala Faleminderit familjes ju. shumë. Faleminderit.